الحمد لله ثم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. E falenderojmë dhe lavdërojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai xhalla xhelal. Selamat ja dërojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij. Dashur vëllezër besimtarë, dhe sot me lejen e Zotit do të mësoj një fjalë të Resulullah sallallahu alaihi wasallam apo një hadith që neve të reflektojmë në jetën tonë dhe të mësojmë diçka nga ajo që Resulullah sallallahu alaihi wasallam na i ka lënë trashëgimin. Hadithin e transmeton Imam Tirmidhiu nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahyu min Allahi haqq al-haya. Pejgamberi i Zotit po thot në këtë hadith: keni turp Allahun ose keni turp prej Allahut ashtu siç i takon madhnisë së tij. Ma shqip t'ju vjen marrë prej Allahut ashtu siç i takon madhnisë së tij, xhalla xhalaluhu. Këtë fjalë ja ka thonë shokëve të tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shokët e tij kanë thonë: ja Rasulullah, inna nastahi min Allahi walhamdulillah. Ka thonë, ne kemë marrë prej Zotit, alhamdulillah. Ka thonë, lejse dhek, nuk për e thëmë ato që ju e keni në mendje, që njeriu duhet me pas një marrë përgjithshme prej Zotit xhalla wa ala. Thot, walakin al-istihya min Allahi haqq al-haya, mirë po, me ja pas marrë Zotit, ashtu si që i takon madhnisë së tij, thot është në katër gjëra. En tahfadh ar-ra'sa wa ma wa'a. Me rujt kokën dhe çka përfshin koka. Është me ja pas marrë Zotit. Me rujt kokën do të thotë me i rujt syt dhe me pas marrë mos mi qu aty ku nuk don Zoti xhalla xhelal. Me i rujt vesht mos më ndëgju aty ku është haram dhe është ndaluar. Me i rujt gjuhën mos me fol aty ku nuk duhet me fol. Mos me fol keq, po me fol mirë ose me hesht. Mos me përgoju, mos me bë vepra të cilat e te i kalojnë insanin dhe e te i kalojnë marrën ndaj Zotit xhalla. Pastaj thot: wal batna wa ma hawa. Dhe me rujt barkun edhe çka përfshin të gjithë në bark është me ja pas marrë Zotit. Me rujt mos me ngran haram, sepse harami ta largon marrën. Harami bëhet shkak që me meritu hidrimin e Zotit. Harami bëhet shkak që mos më të pranu duaja. Prandaj pejgamberi i Zotit po thot, hakikat me ja pas turpin Zotit është me rujt kokën dhe gjithçka përfshin ajo, me rujt barkun dhe gjithçka përfshin ajo, mos me fut në gojë vetëm ato që është mall halal dhe me ndjers. Dhe jo haram dhe pa ndjers, sepse pastaj kostoja e tij është e lartë, si në dynjë ose në ahiret. E treta, dashur vëllezër, wal tadhkuri al-maut wal bila. Ka thonë, me pas turp Zotin ashtu siç duhet është me kujtu vdekjen edhe kalben pas vdekjes. Kur njeriu e kujton vdekjen edhe që ka më kalb në varr, ka marrë prej Zotit dhe nuk i bën do veprime që e qesin njeriu për tokë. Sepse atje kena me shku vetë edhe unë edhe ti, e atje Zoti xhallahu ala na vet për të gjitha. Kur njeriu thot e kujton vdekjen dhe kalb bjen pas tij dhe e dytë që ka marrë gjallë, më marr në pyetje për të gjitha që Zoti xhallahu ala ja ka dhënë në dynjë, ka marrë prej Allahu xhallahu ala, turprohet prej veprimeve të këqija dhe ruhet prej tyre. Dhe e katërta, dashur vëllezër, thot Resulullahu: "O men arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya." Edhe ai që e don ahiretin
nuk miret shumë me stolit e dynjas, edhe pse zbukurohen stolit e haramit në dynja, i zbukurojnë shumë, të tjerët i stolisin haramet, mi i mashtru njerëzit, ama ky rob është ai i cili ahiretin e ka primare, prioriteti numër 1 është ahireti, i lën nuk miret me to. Ju ka thonë shokët e det, فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. Ai që i vepron këto 4 gjona, ai ja ka pas turpin Zotit ashtu si që takon madhnisë e tij. Të dashur vëllezër, si fitohet njeriu, si fitohet turpi, me bë cilësi tona në turpin. Për arsye se punohet shumë me humb turpin. Shumë punohet. Menja nuk ja u merr juve sa punohet me ja largu njerëzve turpin, marrë. E çka duhet me bëna si musliman që me heruj turpin? Cilësi me heruj në zemrat tona. Me pas marrë njeriu. Të dashur vëllezër, ulema e Islamit kanë thonë 3 gjëra, janë kryesore të cilat e bën që robi të ketë marrë ndaj Zotit xhallahu ala. E para, shikimi i mirësive që ja ka dhënë Allahu robit. Kur shohim çfarë mirësi të mëdha na ka dhënë Zoti xhallahu ala, ulema e Islamit thonë robi i mençur, muslimani i mençur, nuk i shfrytëzon mirësitë e Zotit në bërë gjunah atij. Kjo është e para që e bën robin me qenë i marrëshëm për madhnisë e Zotit. Mirësitë që na ka dhënë të shëndetit, të fesë, të dinit, të imanit, të pasurisë, të evladëve, të shoqërisë, të shtetit, të sigurisë. Gjitha këto janë mirësi prej Zotit xhallahu ala, kur robi i analizon, ka turp me i shfrytëzu ato mirësi, me i bëjë gjëna Zotit dhe me ranë në drejgje jo të marrës. E dyta dashur vëllezër, që e kanë cekë ulema e Islamit, shikimi mangësive tona dhe mbulimi i tyre prej Allahut na bën që ne turprohemi hala më shumë prej Zotit. Gjithë secili prej neve dashur vëllezër jem gabimtar. Sepse Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo biri i Ademit është gabimtar. S'ka njeri pa gjuna dhe kusure. Më i miri prej gabimtarëve është ai që pëndohet. Sa gabime i kenë, ne i ka mbulu Zoti xhallahu ala. Sepse ulema e Islamit thonë me pas gjunat erë, s'kishme me mujt me nejt afër njëri tjetrit ul. Ne i ka mbulu Zoti. Kur Allahu na i mbulon tmetat tona, ne duhet me ditë që një Zot i cili t'i mbulon në dynja, ka mundësi t'i shpalos në ahiret. Ti paksojmë gjunahet, mangësitë që i kemë që ne ka mbulu Zoti, na bën hala më shumë të turp shumë para madhnisë së Zotit xhallahu ala. Dhe e treta dashur vëllezër, që është shumë rëndësishme, ndjenja se Allahu xhallahu ala na shikon në çdo moment. Kjo e bën që robi ketë marrë prej Zotit. Ndjenja, kudo që shkojmë, Allahu xhallahu ala është me neve, me shikimin e tij, ndëgjimin e tij, vrojtimin e tij, ashtu siç i takon madhnisë së tij, na bën që neve të kemi marrë prej Zotit. Allahu xhallahu ala thot inna Allaha kana aleikum raqiba. Me të vërtetë Allahu xhallahu ala është vrojtues mbi juve. Ju vrojton juve. Ju shikon juve punët e juaja. Wallahi ne me ditë që një kamerë është të na incizu. Një kamerë e thjesht që e ka vënë insani. Është të na incizu me një çosh. Edhe ka të kalojnë asaj dhe këshim me minreç pak bujën e me hec pak manome se e dim që nashti na rrok kamerë. Ose me kanë kerri i policisë që kalon me kamera që është. Ku me ditë sa me qenë të i gra, e këshira më se kam rrybin, ajo mira se pëse, kamera e insanit për në rrugë. A vrojtimi Allahu xhallahu ala, ku po jetë? Vrojtimi Allahu xhallahu xhelaluhu ku po jetë? Për këtë Omer ibn Khattabi dashur vëllezër, edhe me përfundojmë, ka dalë si halife muslimanëve, ka dalë me një punëtor të tij dhe pe takon një bari të deleve dhe i thotë, "Shit na një dele." Ajo bëtha se si janë të mijat. Unë e tha janë punëtor. Jo më rob, bile rob ka qenë. Thot po ani dhe, shite një dhe meri para të rveti. E ka testu Omeri radiallahu ta'ala anhu. Që i ka thonë kë njeri? Që bani deleve i thjesht me iman të lotë. Ka thonë, ejnë Allah. E ku është Allahi? Ku është Allahi? Kër i ka thonë Omeri ku është Allahi, mjekrën e ti e ka la me lotë. Ka shku të pronari,
ka thonë sa po ma shetë qatë robe. Ka thonë sa dush, shko të shpje i lirë. Pse? Ja ka pas frikën Allah. Ku është Allahi që to me pas me vetën, të njetën? Të njetën, ku është Allahi? Sa të që ne mundu me bëtë këqia. Veç kjo fjallë më na u kujtu. Ku është Allahi? Mjaftëm. Kem turp prej Zotit Gjelle Gjelalu. E fitojmë turbin marrën prej Allahu Gjelle wa Ala dhe nuk jemi prej atyre që pastaj bim në ndërregje të marrës për arsye se vetëm kafsha pastaj nuk kanë ndjenja dhe bën gjëra të cilat nuk i takojnë. Andaj njeriu i cili ka marrë ka hajër në to. Njeriu që s'ka marrë s'ka hajër në to, sepse pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë idha lam tastahi fasna ma'shir, kur s'ki marrë po çka dush sepse ma ynyra e njeriu që ka largu njeriu duke lutur Allahun Gjelle wa Ala që të na pajisë në këtë cilësi, na bëj për atyre robëve që Allah Gjelle wa Ala është i kënaqur me neve, na bashkojë në xhenetet e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه بكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.